Ndonjëherë fati lidh dy njerëz në një mënyrë aq të pabesueshme sa që këto histori janë të vështira për të besuar. Ajo, një regjisore e pasur norvegjeze rrethuar nga luksi në Barcelonë. Ai, një i pastre i panjohur i zhytur në varfëri në rrugët e Bruges. Njëri moment mjaftoi që paniku i saj i thellë ndaj të pastreve të zhdukej dhe mes tyre të ndiste një kuriozitet të çuditshëm. A mund të shndrohet një takim i shkurtër me një burr që i vjedh pula policisë në historinë e tyre të dashurisë? Kjo është dëshmia se shpirti binjak mund të presë në stolin e qytetit i veshur me rroba të pista. Askush nuk e di se ku do të kryqëzohen dy rrugë të vetmuara, rastësisht apo nga ndonjë plan më i lartë. Por ndonjëherë, një moment i vetëm e kthen gjithçka në një tablo të vetme, e cila nuk mund të dyshohet më. Kështu mund të përshkruajmë atë që i ndodhi një vajze të quajtur Sofia Lindgren. Ajo lindi në një familje të pasur në Norvegji. E gjithë fëmijëria e saj u kalua në qytetin e saj të lindjes, Bergen, dhe pasi mbaroi shkollën, ajo u transferua në Barcelonë, ku përfundoi me sukses studimet në universitet. Jeta u zhvillua si një partitur e kompozuar mirë, arsimi i lartë, pastaj një karrierë si aktore dhe në moshën 29 vjeçare, Sofia ishte bërë tashmë regjisore dhe udhëheqëse artistike e një teatri të famshëm. Në shikim të parë dukej se gjithçka në jetën e saj ishte planifikuar deri në detajin më të vogël. Përveç një gjëje, ajo ishte vetëm. Për shkak të një orari të ngarkuar, turneve të vazhdueshme dhe udhëtimeve të biznesit, vajza nuk mund të gjente personin e saj, ndërsa shoqet e saj ishin tashmë të martuara dhe rritnin fëmijë. Sofia kalonte mbrëmjet e gjata të ftohta në vetmi. Sidoqoftë, nuk mund të thuhet se i mungonte vëmendja nga burrat, përkundrazi, kishte një bollëk. Por disi, e gjithë kjo nuk dukej e vërtet, jo autentike. Ishte viti 2007. Sofia ishte tashmë 29 vjeçe dhe ditëlindja e saj ishte vetëm një javë larg. Për arsye, kjo ngjarje nuk e bënte atë të lumtur fare. Për të u shpërqendruar nga mendimet e zymta, ajo vendosi të merrte një pushim të vogël dhe shkoi në Bruges, një nga kryeqytetet e saj të preferuara evropiane. Një ditë pas një dite të ngarkuar, Sofia ishte ulur në një stol në qendër të qytetit, duke pritur një mik me të cilin planifikonte të kalonte mbrëmjen. Ajo shikonte kalimtarët, admironte çiftet dhe thellë brenda ndjeu një zili të lehtë. Në atë moment, duke parë perëndimin e diellit, ajo bëri një dëshirë. Në fund të fundit, ditëlindja e saj po afrohej shpejt. Çfarë nëse do të realizohej? Ky ishte një moment i bukur, derisa u ndërprej nga një i huaj. Sofia vuri re një të pastre që po i afrohej. Zakonisht në situata të tilla ajo menjëherë do të përpiqej të largohej. Vajza ndjente një frikë të vërtet paniku ndaj të pastreve. Djali erdhi më afër. Pavarësisht mjekrës së tij të trash, rrobave të pista dhe erës së fortë, Sofia dukej se ishte ngjitur në stolin e drurit. Ajo afrua dhe mjaft të qetësisht të pyeti sa ishte ora dhe pse kishte orë të mëdha qyteti direkt para tyre. Sofia u përgjigj, është 5:30. Siç kujtoi ajo më vonë, ishte diçka e pashpjegueshme. Unë kur nuk kisha folur me të pastrehet më parë. Përkundrazi, u përpoqja të mbaja distancën, por atë ditë nuk mund të shpjegoj se çfarë ndodhi me mua. Por ajo që i befasoi më shumë ishte vetbesimi i djalit. Pavarësisht hendekut të social medias tyre, ajo ndje absolutisht i qetë dhe vazhdoi bisedën me vetbesim. Sofia vendosi të mos e ndërpriste dialogun. Kishte ende shumë kohë derisa të arrinte miku i saj dhe ajo u bë kurioze se kush ishte përballë saj. Fjalë pas fjale ata filluan të flisnin. Vajza pa prit mas u ndje e qetë me të, sikur ai të kishte njohur që në fëmijëri. Ajo vuri re veçanërisht sytë e tij të bukur të thellë, kafe lëndin. Kishte diçka magjepsëse në to. Djali u prezantua Leo dhe megjithëse dukej për ta thënë but i çuditshëm, Sofia u ndje rehat dhe Leo nuk mund të hiqte syt nga partneri e tij e bisedës. Ata folën jo më shumë se 10 minuta. Miku i Sofias u afrua dhe Leo me një buzëqeshje dhe gjysmë shakaje caktoi një datë. Le të takohemi këtu pas 5 ditësh. Sigurisht, Sofia nuk ishte ndërmend të vinte. Ajo ishte e sigurt se edhe Leo do të haronte për këtë takim. Por gjatë gjithë javës në vim, ajo nuk mund të hiqte nga mendja. Në fund ajo vendosi pse të mos e bante. Një shëtitje pranë atij stoli.
Asaj i kishte mbetur edhe një ditë para se të largohej për në Prag. Ndërsa kalonte pranë, ajo u befasua kur pa se Leo kishte ardhur vërtet. Ai po priste takimin e tyre. Takimi i tyre i dytë shkoi mrekullisht. Leo ishte rregulluar pak, i ruar dhe ishte përpjekur të dukej i denjë. Edhe pse duart dhe thojt e tij ishin në gjendje të tmerrshme, Sofia nuk e vuri re me atë. Por atë ditë, Leo i u hap asaj. Ai kishte udhëtuar diku nëpër Evropë, por shpejt i kishin mbaruar parat. Ai ishte nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nuk kishte prindër. Punonte kudo që mundte, por shpenzonte pothuajse gjithçka për alkool. Kjo ishte dobësia e tij, të cilën nuk mund ta kapërcente. Përfundimisht ai përfundoi në rrugë dhe kishte jetuar në parkun e qytetit për më shumë se një vit. Por siç tha ai, pas takimit me Sofin, diçka brenda tij ndryshoi. Që nga ajo ditë ai ndaloi së piri. Ata folën deri natën vonë. Sofia i tha se do të kthehej në Prag të nesërmen. Ata ndoshta nuk do të takoheshin më, por ajo prap i la Leos numrin e saj të telefonit thjesht nga mirësjellja. Kur u kthye në shtëpi, ajo nuk mund të harronte. Ditëlindja e saj e 30 erdhi disa ditë më vonë. Kur ra telefoni, ajo e mori me ngurim, duke pritur një tjetër urim klishe. Por në vend të kësaj, ajo dëgjoi një zë të njohur. Përshëndetje. Më kujtohet se sot është ditëlindja jote. Doja të ta uroja personalisht. Vajza nuk mund të besonte veshëve të saj. Ai ishte në Prag. Kur ajo pyeti se si ja doli, ai rrëfeu. Ja mbriti me tren. Ai donte të vinte më herët, por u vonua nga policia. Ai kishte vjedhur një pul nga një dyqan. Sofia do ta mbante mend atë ditë për gjithmonë. Që atë Leo dhe Sofia nuk u ndan kur. Ai u transferua tek ajo, gjeti punë si elektricist dhe ndaloi së piri. Brenda një muaji ai ishte i panjohur, i kuruar, i rregulluar, i vëmendshëm dhe i kujdesshëm. 2 vjet më vonë ata u martuan. Në fillim Leo mbështeste familjen vet dhe më pas ai hapi kompaninë e tij të riparimeve. 6 vjet më vonë ata patën një vajzë dhe 2 vjet pas kësaj një djalë. Kanë kaluar 15 vjet që nga takimi i tyre i parë. Fëmijët e dinë historinë e takimit të prindërve të tyre, por ata ende nuk e kuptojnë plotësisht thellësinë e saj. Për ta është thjeshtë qesharake që babai dikur jetonte në një stol. Sofia pranon. Për të gjithë këto vite nuk jam penduar kur që erdha në atë takim. Ne nuk kemi pasur asnjëherë asnjë debat. Kjo është lloji i dashurisë që ka më ndëruar gjithë jetën time. Çdo kush ka historinë e tij të dashurisë, por pa marrë parasysh se si zhvillohet, është e rëndësishme të mbani mend nëse dikush është i destinuar për ju, patjetër që do ta takoni. Historia e Leos dhe Sofies është një dëshmi e dashurisë së vërtetë, nuk një klasë sociale, pasuri apo status. Ajo ishte një mbretëresh e skenës ndërsa jetonte në rrugë, por një shkëmbim i thjesht fjalesh në një stol në Bruges shndroi 2 jetë të vetmuara në një të përbashkët. Vullneti i Leos për të ndryshuar për dashurinë dhe kurajoja e Sofias për të parë përtej rrobave të pista e bën këtë histori kaq të mrekullueshme. Tani ju ftojmë të reflektoni. A besoni se dashuria është vërtet aq e fuqishme sa që mund të ndryshojë njerëzit thellësisht siç ndodhi me Leon? Dhe a do ta merrni ju rrezikun të takoheshit me një person që vjen nga një botë kaq e ndryshme nga ju? Na tregoni mendimin tuaj në koment. Për fuqinë e destinacionit, ju faleminderit.